Ndërsa disa njerëz luftojnë vazhdimisht me pasiguritë e tyre, disa të tjerë gjejnë forcë pikërisht te vetja, duke e pranuar, vlerësuar dhe dashuruar çdo pjesë të personalitetit të tyre. Sipas astrologëve, disa shenja të horoskopit kanë një aftësi të veçantë për ta parë veten me sy pozitiv, pavarësisht paragjykimeve të tjerëve. Një ndër këto shenja është gaforja, e njohur për botën e saj të brendshme të pasur dhe ndjeshmërinë e theksuar. Për shumë njerëz, emocionet e forta mund të perceptohen si një formë topsie, por për këtë shenjë ato janë si një pikë referimi dhe krenarie. Gaforët e konsiderojnë aftësinë për të ndier thellë dhe për të shprehur hapur ndjenjat si një dhuratë, jo si mangësi. Për ta, sinqeriteti emocional është mënyra më e natyrshme për të qëndruar të lidhur me botën që i rrethon. Në anën tjetër të spektrit qëndron Luani, shenja që ndërton vetbesimin mbi energjinë dhe karizmën e tij. Luanët njihen për qëndrimet e tyre të palëkundur dhe bindjen se janë të lindur për të qenë në qendër të vëmendjes. Për ta, vetvlerësimi nuk është thjesht një cilësi, është pjesë e identitetit. Ata futen në çdo ambient me bindjen se kanë diçka të veçantë për t'i dhënë botës dhe rrallë herë e vënë në dyshim këtë. Pikërisht ky besim i fortë i bën të duken si njerëz të pandalshëm. Ndërkohë peshqit dallohen për mënyrën e veçantë se si e perceptojnë realitetin. Ata e shohin veten si krijesa unike që nuk kanë nevojë të ndjekin rrjedhën e përgjithshme për të ndjerë të vlefshëm. Shpesh rrin larg presioneve shoqërore, duke ndjekur intuitun dhe botën e tyre të imagjinatës. Për peshqit, origjinaliteti është ajo që i bën të ndihen të plotësuar. Ata e vlerësojnë faktin se mendojnë dhe jetojnë ndryshe dhe kjo i bën të mos kërkojnë ndryshimet e vetja. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.